Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim disa mesazhe dashurie nga orakulli dhe nga letra Tea. Është e fokusuar energjia tek pjesa e dashurisë. Për lexime personale private, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe shikojmë ç'na thot orakulli për ditën e sotme. Për dashurinë, për dy të dashuruar. Je lozonjare, thot, në këtë lavjerse, ti thot je lumtur, duke të ndriçuar gjithmonë çakrat e trupit tënd, ylberi i universit. Je femër e ndriçuar në univers. Je një femër shumë e ndriçuar. Aura jote magnetike shkëlqen, thot, ndriçon, thot, kudo. Ke një zemër të artë, thot, je mbushur plot pozitivitet në univers. Dashuroje shumë shpejt, thot, do të vi dashuria juaj, thot, në të zambak ujë, ju do të jeni të dashuruar me personin e duhur. Flisni gjithmonë me fëmijën tuaj të brendshëm, për të marrë ato përgjigje të duhura për sa i përket pjesës së dashurisë. Jeni të maturuar, thot, gjithmonë matureni nga dita në ditë. I dashuri juaj do të vi me këtë varg, thot, paqes, dhe do të marrë për të bërë një udhëtim të mrekullueshëm. Të vjen shumë shpejt, thot, kavalieri juaj, thot, në këtë kalp, me këtë tufë me lulesh në duar, sepse ju, thot, jeni në paqe, thot, në veten tuaj. Keni një paqe, thot, në veten tuaj. Dhe manifestoni gjithmonë, thot, ëndrat tuaja për t'i bërë realitet. Këto ishin disa mesazhe të orakullit. Tani do të marrim disa mesazhe të letrave Tea. Ç'na thon letra Tea për pjesën e dashurisë? Disa mesazhe të letrave Tea tek pjesa e dashurisë janë: shpesh herë dyshon te dashuria jote, por thot, të kërkon falje për gabimet që ka bërë. Gjithmonë të kërkon falje. Është kurioz, thot, për shoqërinë tënde. Gjithmonë shpreh atë pjesën e kuriozitetit. Mendon çdo natë si të vi tek ty për të bërë ndonjë surprizë të papritur. Falteje, ai ka ndryshuar, thot, brenda vetes së tij. Ka filluar të ketë më besim tek vetja. Të do, thot, me shpirt. Pa ty i duket vetja i vetmuar, në vetmi. I duket vetja i humbur, i përhumbur. Të do pa kushte, thot, pas një lloj interesi. Në jetën e tij ai gjithmonë, thot, të ka dashur dhe të do pa kushte. Mendon që të bëj një surprizë të bukur, në mënyrë të papritur. Dhe thur plane në infinit, thot, për t'i arritur atij qëllimi që ai do, thot. Ju mendon çdo natë. Mendon, thot, në çdo kohë si ta bëj takimin me ju. Në çdo kohë, pra, mendon si të takohet me ju. Sepse, thot, të do shumë, me shpirt, thot, me zemër, dhe dëshiron, thot, që të ta bëj këtë takim në një mënyrë të veçantë dhe krejt të papritur. Pra, të befasishme. Këto ishin disa mesazhe të letrave Tea për ditën e sotme. Faleminderit.